Njëri doli i dyti e tjetri i treti në zgjedhjet lokale të 12 tetorit. Kandidati për kryetar komune të Vushtrisë Sulejman Meholli nga Lëvizja Vetëvendosje dhe Xhafer Tahiri Lidhjes Demokratike të Kosovës i bashkuan forcat për garën e balotazhit me 9 nëntor. Të hënën e praninë e kryeministit në detyrë Albin Kurti, ata nënshkruan koalicionin mes tyre. Kurti këtë cilësoi si një koalicion qeverisës për të mirën e qytetarëve të kësaj komune. Datën 9 nëntor edhe le të punojmë një për çdo ditë për për çdo orë që këtë marrëveshje për bashkëqeverisje që e bëm sot ta realizojmë me bashkëqeverisje mas 9 nëntorit me kryetarin Sulejman Meholli edhe me drejtorët të cilët do të bëjnë punë të mira e të mira për gjithë qytetarët e Vushtrisë, pa dallim të cilën e dojmë shumë edhe ajo na don neve bashkë sot. Por këtë veprim Tahiri duket se e mori krye në vete pasi që LDK e kundërshtoi. Veprimet e kandidatit tonë në Vushtri për të lidhur koalicion me një parti tjetër janë veprime individuale të papranueshme dhe në kundërshtim me procedurën statutare të Lidhjes Demokratike të Kosovës. LDK-ja pret që fillimisht të analizohet performanca e kandidatit dhe e degës së Vushtrisë dhe pas këtyre hapave të marrë vendimet përkatëse. Por a e frikson një koalicion kryetarin aktual dhe kandidatën e PDK-s për 4 vite të ardhshme? Absolutisht nuk i frikëzohem asnjë koalicioni sepse kam koalicion me qytetarët dhe nëse qytetarët vendosin me pas ndryshime, unë e përshëndes atë ndryshim edhe e uroj. Sipas tij, ky është më shumë koalicion për interesa personale të Tahirit. Kjo është skenari vitit 2017. Vitin 2017, po këto dy subjekte kanë qenë në koalicion edhe nuk ka mbaruar mandati, domethënë dikun pas 2 vite gjysmë Lëvizja Vetëvendosje është përjashtuar nga koalicioni pikërisht nga Xhafer Tahiri që sot e ka nënshkruar atë koalicion. Qëllimi dihet pra me marrë pushtetin, për mua është normale se partitë garojnë me marrë pushtetin, që them të drejtën, nuk është diçka që është shqetësuese. Të një ka qëndruar gjatë ditës të zyrat e dy partive, asaj të Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Lëvizjes Vetëvendosje, por që asnjëra palë nuk kanë pranuar të flasin për televizionin.